Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në program. Do të flasim sot për dhurimin e gjakut, një nga aktet më humane dhe vullnetare që mund të bëjë një njeri i shëndetshëm. Shpesh flasim se cilët njerëz mund të dhurojnë gjak, cilët janë kriteriumet, kush nuk duhet të dhurojë gjak, por nga ana tjetër, cilët janë ato persona që kanë më së shumti nevojë për gjakun e njerëzve të cilët e dhurojnë atë. Me ne në studio për të diskutuar mbi një temë kaq të rëndësishme, kemi të ftuar doktoreshën Valbona Neziri Zeneli, specialiste transfuziologe. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën dhe faleminderit juve që keni hapur një temë kaq të rëndësishme. Është ndër që kemi në studio të diskutojmë mbi një temë vërtet kaq të rëndësishme, sepse shpesh folim për dhurimin e gjakut, por shumë pak e dim rëndësinë e dhurimit të gjakut. A mundet ju si specialiste të na sqaroni se çfarë është dhurimi i gjakut? Dhurimi i gjakut është një akt vullnetar ku një person i shëndetshëm që posedon shëndet të plot, dhuron një sasi të vogël të gjakut të tij, rreth 450 ml, që më pas ai i njëjti gjak të përdoret për një pacient të smur në nevojë. Gjaku pasi mblidhet, testohet, përpunohet dhe ndahet në komponentet të gjakut, ndahet në elementet të gjakut, në trombocite, eritrocite, plazëm, çfarë kanë nevojë, dhe të treja ato komponente shkojnë për njerëzit në nevojë për smundje të caktuar. Kur flasim për njerëzit që kanë nevojë, për shembull, një njeri që do të dhurojë gjak, cilët janë kriteriumet, si duhet të jetë, a duhet të jetë i shëndetshëm, a nuk duhet të vojë nga ndonjë smundje e caktuar? Po, kriteriumi bazë normal është që personi të ketë vullnet të mirë, të ketë dëshirë për të ndihmuar. Pastaj ka kriteriume mjekësore që duhet të plotësohen, që gjaku të jetë i sigurt për të dyja palët edhe për dhuruesin e përmas të jetë procesi i sigurt. Kriterium çdo njeri, natyrisht mund të dhurojë çdo njeri i shëndetshëm, i moshës nga 18 deri në 65 vjet edhe me peshë trupore mbi 50 kg. Pastaj, gjatë dhurimit të gjakut, ai nështrohet një kontrolli të vogël mjekësor, një kontrolli të shkurtër mjekësor, ku i tregohet a është i përshtatshëm për dhurim ose nuk është i përshtatshëm. Nëse në atë moment nuk është i përshtatshëm, shtyhet dhurimi ose ndërpritet, edhe i tregohet, normal i shpjegohet dhuruesit se pse është shtyrë dhurimi, për çfarë arsye dhe sa është kozgjatja e shtyrjes. Më së shpeshti, cilat janë arsyet se pse shtyhet dhurimi? Do ta kuptojnë njerëzit se në momentin që ne ja shtym dhurimin, ajo nuk do të thotë nuk do ta marrin si ndëshkim, por do ta marrin si një masë sigurie për veten, për dhuruesin dhe për marrësin e gjakut që të jetë i sigurt. Pastaj ata ndalesat mund të jenë të përkohshme dhe të përhershme. Si ndalesat të përkohshme ose shpesh janë një ftohje, një grip, një temperaturë e momentit në ditën e dhurimit, atëherë dhurimi shtyhet rreth 2 javë. Pastaj mund të jetë pas ndonjë vaksinimi, disa vaksina lejohet dhurim pas disa të tjera duhet të presin deri në 4 javë. Bërja e tatuazheve, piercingeve pret deri në 4 muaj, më përpara ishte deri në 6 muaj. Pastaj me zhvillimin e teknologjisë, me testime në mënyrë molekulare të gjakut, koha është shkurtuar deri në 4 muaj. Operacionet kirurgjikale, ndonjë smundje kronike, të gjithë këto paraqesin që në mënyrë të përkohshme të ndalohet dhurimi i gjakut. Ndërsa si rastet kur mund të ndalohet, kur asnjë person nuk mund të dhurojë kurrë gjak, janë më së shpesh smundjet e rëndja kardiovaskulare, disa lloje të kancereve, smundjet infektive të transmetueshme si HIV, hepatiti, smundjet hematologjike ose smundjet e gjakut, personat që mendoj personat që kanë përdorim të drogës, ato nuk mund të dhurojnë gjak. Për personat që marrin medikamente të caktuara për shkak të ndonjë smundje kronike, siç e përmendëm, hipertension, smundje kardiovaskulare. Varësisht prej terapisë që përdor personi, ka terapi që janë të lejuara, për shembull terapi kronike për tensionin arterial, nuk paraqitet asnjë problem për dhurim të gjakut. Personat është mirë ta dinë se disa herë janë të përshtatshëm, ata nuk e dinë se janë të përshtatshëm për dhurim gjaku. Edhe për diabetin, nëse është në terapi tabletare, mund të dhurojë gjak, kurse nëse është me terapi hormonale me insulinë, atëherë nuk mund të jetë një gjak dhurues, por gjithmonë ka mënyra tjera për të ndihmuar. Do me thënë të persona që duan të dhurojnë gjak, ndoshta një konsult me një transfuziolog për që ndihmon të sqarojnë dilemat? Po, ajo do të ishte e duhur, prandaj bëhet ai kontrolli i vogël mjekësor, gjithashtu edhe pyetësori që mbushet para dhurimit, që ne ta kuptojmë a është i përshtatshëm dhe t'ia shpjegojmë a mund të dhurojë edhe a nuk mundet, edhe për çfarë arsye mundet, për çfarë arsye nuk mundet. Shpesh ndonjëherë persona që kanë një ftohje të lehtë ose zakonisht ndonjë grip kanë kaluar atë periudhë, thonë që unë ndjehem mirë, mund të dhuroj gjak.
gjak. Si ju asjaroni që duhet një periudhë që të organizmi të rikuperohet? Po, duhet të organizmi të rikuperohet, plus mund të marrë ndonjë terapi të caktuara me antibiotik ose çfarë do terapie, dhe duhet t'i lejojmë të paktën 2 javë të kalojmë prej gripit ose prej ftohjes për të dhuruar gjak. Sëmundjet e transmetueshme si që përmendet HIV-i, hepatiti, e dim që nuk mund të dhurojnë. Në asnjë mënyrë, ato janë sëmundje të transmetueshme nëpërmes gjakut dhe nuk mund të dhurojë asnjë person që. Kurse tatuazhet, pse nuk lejohet? Tatuazhet nuk lejohen për të njëjtën arsye, sepse është një intervenim ku preket pjesa e gjakut dhe prandaj me gjakun mund kalon ajo periudha kohore që përmenda prej 4 muajsh. Ajo është një kohë si inkubacioni ose periudha ku sëmundja mund të shfaqet në gjak, ajo i duhet aq kohë sa për të shfaqur në gjak. Dhe pasi kalon ajo kohë, ne me testimet mund ta kapim nëse gjatë të bërjes së tatuazhit personi është infektuar me ndonjë sëmundje transmisive apo jo. Mund ta kapim ose jo. Prandaj do të kalojë periudha kohore. Shpesh personat për të ikur nga frika e dhurimit të gjakut thonë që kam gjakun e dobët, për atë nuk mund të dhuroj gjak. A është edhe kjo një nga arsetimet më të shpeshta? Njerëzit kanë shumë arsye për mos dhurim gjakun, ato që sidomos ata që kanë frikë nga gjilpërat, nga dhimbjet, edhe pse procesi nuk është as pak i dhimbshëm. Pra njerëzit nuk janë të informuar, edhe ka mungesë informacioni mbi këtë pjesë. Për të ditur nesër a është gjaku mjaftueshëm a është hemoglobina mjaftueshëm e fortë për të dhuruar, ne në kuadër të kontrollit mjekësor bëjmë matjen e hemoglobinës, shpohet një pikë nga gishti, një pikë gjatë, matet me sulfatin e bakarit dhe shifet pesha e hemoglobinës, dhe e cila është mbi 135 do të jetë për burrat, mbi 125 për gratë, për gjinin femërore, mendoj edhe ne e vendosim a mund të japi apo jo. Domethënë në atë mënyrë sqaroni pacientit në njeriu të shëndetshëm. Gjithçka shkon gjatë procedurës së dhurimit, gjithçka kontrollohet dhe evidentohet dhe Dhe në fund vjen si kategori gratë shtatzëna. Përmendet që mund mbi 18 vjet të dhuroj gjak, kurse gratë shtatzëna? Gratë shtatzëna jo, edhe në gjithënje nuk rekomandohet. Trupi ka nevojë për hidratim më të mirë atëherë dhe nuk rekomandohet. Plus shpesh janë anemike, gratë shtatzëna, gratë gjithënse dhe prandaj nuk lejohet të dhurojë. Persona që nuk i plotësojnë këto kriteriume të dhurimit të gjakut, a ju sqaroni që ndoshta ta forcojnë organizmin, imunitetin dhe pastaj të rikthehen një moment të dytë? Po, nëse është e përkohshëm ndalesa për dhurimin të gjakut, gjithmonë u shpjegon se çfarë duhet të ndërmarrin, me çfarë të ushqehen, pas sa kohë të kthehen, gjithçka u shpjegohet. Nëse është e përhershme ndalesa, u shpjegohet gjithashtu se gjithmonë ka një mënyrë për të ndihmuar, mjafton që ta ndinë ndikimin e madh të dhurimit të gjakut që ka në shëndetësi, ta dinë rëndësinë e dhurimit të gjakut, edhe mund të marrin ndonjë organizacion mbi dhurimin e gjakut, mund vetëm të bisedojnë me miqtë e vet për dhurimin e gjakut, edhe ajo është një lloj ndihmëse. Nuk do të thonë se për herë duhet të japësh vetë. Doktoresh, një ndër sqarimet që u bëni të gjithë atyre që duan të dhurojnë gjakun është se pse është kaq i rëndësishëm dhurimi i gjakut. A mundet atë një këshill edhe nëpërmjet televizionit të ndajmë se pse është kaq i rëndësishëm dhurimi i gjakut? Dhurimi i gjakut është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për arsye se ajo është baza e disa trajtimeve spitalore. Ajo gjen në gjithë shëndetësingat, në gjithë gjen vend dhurimi i gjakut, sidomos në kirurgji, në traumatologji, në ginekologji, gjatë paslindjes, gjatë lindjes, në onkologji, sëmundjet hematologjike, gjen një përdorim të gjerë. Dhe është i rëndësishëm për shkak se gjaku është i vetmi produkt që nuk mund të krijohet në laborator, në asnjë shtet, jo vetëm tek ne, nuk mund të krijohet në asnjë shtet në laborator. Prandaj duhet të kemi njerëz mirë, dhurues të rregullt të gjakut, duhet të jenë të rregullt, që të ne të furnizojmë me gjak dhe pacientët mos i duhet të presin për gjak asnjëherë. A kemi dhurues të rregullt të gjakut në vendin tonë? Po, kemi mjaftueshëm, ne përmbushim kërkesat shumë mirë deri tani. Sa herë në vit atë një person mund të dhurojë gjak? Një person, varësisht prej gjinisë, gjinia mashkullore mund të gjak të plot, nëse folim për gjakun e plot, mund të dhurojë çdo 3 muaj, që i bie rreth 4 herë në vit, ndërsa gjinia femërore çdo 4 muaj, që i bie rreth 3 herë në vit. Ndërsa produkte, komponentet e gjakut nëse jepen me metodën e aferezës, atëherë mund të jepet trombocitoplasma, mund të jepen çdo 2 javë, çdo muaj. Frekuenca e dhurimit ndryshon. Përmendet disa lloje gjaku i plot, disa lloje të dhurimit të gjakut. Sa lloje të dhurimit të gjakut ekzistojnë atëherë? Njerëzit mendojnë se ka vetëm, dhurimi është vetëm një si proces i vetëm, por në fakt kemi disa lloje të dhurimeve. Dhurimi i plot i gjakut, dhurimi i gjakut të plot, si thëmë ne, ajo është metoda e zakonshme e dhurimit të gjakut, ku dhurohet 450 ml, pastaj ai ndahet në komponenta e njëjtë, ata 450. Pastaj kemi dhurim me separator qelizor ose me metodën e aferezës. Në atë
lloj dhurimi dhurohet vetëm një komponent, pjesa tjetër e gjakut i kthehet dhuruesit. Për shembull, nëse na duhet trombocite, dhurohet veç trombocite. Nëse na duhet plazëm, veç plazëm, granulocite dhe ndahet. Edhe tek ne, domethënë dhurimi i plot i gjakut në shtetin tonë dhurohet në çdo qendër të transfuzionit në për të gjithë Maqedoninë, në ku ka qendër të transfuzionit çdo ditë pune. Ndërsa dhurimi i trombociteve bëhet vetëm në Institutin e Transfuziologjisë në Shkup, sepse dallon nga ajo se dhurimi i trombociteve bëhet vetëm në rast se ka kërkesë për trombocite nga ndonjëra prej klinikave. Dhe ajo ka afat të shkurtër kohë të përdorimit, rreth 5 ditë orë vetëm është i trombociteve dhe për atë arsye duhet të kemi kërkesë që pastaj në regjistrin tonë të personave që duan të dhurojnë në trombocite duhet të jenë të regjistruar në regjistër, i thirrim ne dhe nëse ndihen të shëndetshëm atë ditë, nëse plotësojnë kushtet, vinë të dhurojnë atë ditë kur ne kemi nevojë, kur ne kemi kërkesë më saktë për klinikave. Nuk mund të dhurohet dhurimi i plot i gjakut mund të dhurohet çdo ditë kur personi ka nevojë. Do të shkon në bazë vullnetare pavarësisht nëse është në formë organizimi ose jo. Si shkon atëherë një procedurë e dhurimit të gjakut? Procedura e dhurimit të gjakut është shumë e lehtë dhe më e sigurt se sa shumica e njerëzve mendojnë. Atëherë personi paraqitet në qendrën e transfuzionit ose ndonjë nga aksionet që ne mbajmë për dhurimin e gjakut, se ka plot raste, gati çdo ditë ka raste kur ne shkojmë te dhuruesi se personat nuk kanë kohë, ose janë në punë ose për ndonjë arsye nuk mund të vinë ta vizitojnë qendrën e transfuzionit, edhe kanë dëshirë të japin gjak. Organizojmë ne aksione nëpër institucionet më të mëdha, nëpër shkolla, universitete dhe ne shkojmë deri tek dhuruesi. Do të thënë paraqitet në qendër ose në aksion dhuruesi, regjistrohet, bëhet regjistrimi së paku, ku merren të dhënat personale atij, pastaj mbush një formular, një pyetësor, në bazë të atij formulari ku ka edhe të dhëna personale edhe historia mjekësore e mëparshme e dhuruesit. Në bazë të asaj ne e shohim a është i përshtatshëm për dhurim apo jo, në bazë të pyetësorit. Pastaj kalon tek mjeku, një kontroll i shkurtër tek mjek, aty maten shenjat vitale, matet tensioni arterial, matet pulsi, temperatura nëse ka nevojë, mbatet niveli hemoglobinës që o thash më përpara, dhe pastaj nëse e kalon këtë kontrollin mjekësor, vazhdohet me dhurimin, personi ulet në një kultuk të posaçëm, të rehatshëm, që është i posaçëm për dhurim gjaku. Marrja e gjakut si procedura vetëm e marrjes, zgjat nga 6 deri në 12 minuta, hiç më shumë. Do të thonë është një procedurë fare e thjeshtë, fare e shkurtër. Është e rehatshme, personi është gjithmonë në çdo moment në mbikëqyrje të personelit mjekësor, i cili është i trajnuar për atë punë, gjatë gjithë procesisht është i mbikëqyrur nga ne. Dhuron 6 deri në 12 minuta, pas dhurimit ai ulet në një vend pushimi që kemi ne për dhuruesit, i ofrohen lëngje, i ofrohet në një biskot, që të kaloj sa më rehatshëm dhe i jepen rekomandime që çfarë të bëjnë në 24 orët e ardhshme dhe ose në javët e ardhshme. Çfarë i pengon atë njerëzit të dhurojnë gjak? Sepse duket një proces që nuk e dëmton organizmin tonë, është fare i thjeshtë, zgjat shumë pak, çfarë i pengon atëherë të dhurojnë? Disa njerëz nuk janë kundër dhurimit, shumica e njerëzve, por vetëm se nuk janë të mirë informuar rreth dhurimit të gjakut, ose besojnë në disa mite që janë krijuar rreth dhurimit të gjakut, ose kanë frikë nga gjilpërat, nga dhimbja, ose thjesht mendojnë se ka kush ta bëjë, dikush tjetër do dhurojë, nuk ka nevojë unë të dhuroj, mendoj ashtu mendojnë. Domethënë frika nga gjilpërat, nga dhimbja nuk duhet të ekzistojë fare. Ajo nuk është gati i padhimshëm është procesi i dhurimit të gjakut, është si një pickim i lehtë kalimtar që në krahasim me ndihmën që jepet të shumë i vogël. Pastaj mos informimi. Personat, siç thash më përpara, ata nuk e dinë se janë të përshtatshëm. Ata nuk e dinë se edhe pse kanë kaluar ndonjë smundje të mëparshme, ata prap janë të përshtatshëm për dhurim gjaku, nuk e dinë kët. Mitet, ka mite ne dëgjojmë çfarë do, nëse dhuron gjak do psohet imuniteti, nëse dhuron gjak do psohet imun, do më bie niveli i hekurit, kështu gjëra. Këto mite nuk janë të vërteta. Nuk janë as pak të vërteta, trupi jon ka aftësi rigjinerimin e dim, ai i rigjineron dhe kompenson gjithçka shumë shpejt. Shumë shpejt, prandaj të gjitha ata. Pastaj është ajo pjesa se do dhurojnë dikush tjetër, ata mendojnë se ka plot dhurues, nuk ka nevojë, ama çdo kush është i nevojshëm. Sikur çdo njëri nga ne që është i shëndetshëm do dhuronte 1 deri në 2 herë në vit, asnjë spital nuk do kishte mungesë, nuk kishte mungesë të gjakut, prandaj ata do ta dinë se vetëm 1% e vogël e popullatës në botë, mendojmë, jo edhe tek ne, dhuron gjak rregullisht. Tjerit dhurojnë në momentin që ndodh një tragjedi, kanë dëgjuar diçka, ka apele për dhurim gjaku, atëherë grumbullohen të dhurojnë gjithë dhe mendojnë se këtu ka mbaruar diçka, okay, unë dhurova një herë në jetë. Dhurimi nuk është i atij, çdo komponent
ka afatin e vet kohor se si ruhet, sa ruhet, dhe prandaj durimi do të jetë i rregullt që mos e presi pacienti gjakun, por gjaku të presi pacientin e smur. Edhe kemi grupe të gjakut të cilët edhe jo çdo pacient ka nevojë vetëm për një grup gjaku për shembull. Më të shpesh janë dhuruesit e grupit A? Te popullata jonë A pozitiv dhe 0 pozitiv janë më së shpeshti. Por për shkak se edhe dhuruesit janë më të shpeshtë atë dy grupeve dhe pranuesit, se popullate kemi më të shpeshtë atë lloj grupi. A është i sigurt durimi i gjakut? Besoj që një nga mitet apo një nga dilemat që ju më së shpeshti e dëgjoni është, a është i sigurt durimi i gjakut? Përgjigja është patjetër që po, është 100% i sigurt. Gjithçka që përdoret në dhurimin e gjakut është sterile, gjithçka është një përdorimshme me sistem të mbyllur, nuk paraqet asnjë farë rreziku nga infeksionet. Gjithashtu siç e thash, domethënë trupi jon rigjeneron dhe kompenzon çdo gjë shumë shpejt. Pjesën ujore të gjakut, pjesën e plazmës e kompenzon brenda 24 orësh, pjesën qelizore 2 javë deri në 1 muaj, do të thonë nuk ka asnjë farë rreziku nga dhurimi i gjakut. Atëherë ti motivojmë edhe një herë edhe më shumë ndoshta për të gjithë ato që në javët në vazhdim të dhurojnë gjak. Cilat janë benefitet për dhuruesin e gjakut? Nëse dhuron gjak, çfarë përfitojmë ne përveç këtij akti human? Përveç se është një akt human, është një gjest që mund të ka dobi reale edhe për dhuruesin e gjakut. Një nga këto mund të përmendim, domethënë kontrolli i falas i shëndetit, që bëhet aty gjatë dhurimit të gjakut. Pastaj kemi atë rritjen e ndjenjës së humanizmit, rritjen e ndjenjës së kënaqësisë, sepse është shkencërisht e vërtetuar që nëse i ndihmojmë dikujt, truri jon i aktivizon ato ndikimet pozitive, truri jon. Pastaj disa studimet kanë treguar se personat që janë gjakdhurues të rregullt kanë rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare për 10 deri në 50%, do të thonë që është qarkullimi më i përmirësuar, ul tepricën e hekurit, ul tepricën e yndyrnave, gjithmonë këto në brenda kufive të lejuar, mos kalohen te kufit. Do të thënë me tepricë hekurit, të gjithë ato që ndoshta në ato analizat ju del tepricë hekuri, mund të dhurojnë gjak? Jo, varet prej sa është tepricë hekur, se e potencova edhe më parë dhurimi i gjakut bëhet vetëm nga njerëzit e shëndosh. Do të thonë duhet të pesëndohet shëndet të personit për njerëzit të shëndosh. Në asnjë mënyrë nuk përdor gjaj të shëndojve. Po që të mirëmbahet ai shëndet, pastaj mjafton të jesh dhurues i rregullt dhe ke shumë beneficione rreth shëndetit tënd. Do të thonë fiton dhuruesi, fiton shëndet dhe fiton vetvlerësim dhe ndjenjen e thellë të humanizmit. Kurse për personin që është në nevojë, cilët janë benefitet për ato persona që presin gjak? Personat që presin gjak, për ato është jetësor. Do të thonë një dhurim gjaku mund të shpëtojë deri në 3 jetë. Ndahet në komponente, shkon për 3 njerëz të ndryshëm, do të thënë për ata 30 minutin e personit që do ndaj për dhurimin e gjakut, ndihmohen 3 njerëz në nevojë. A kemi shpesh mungesa të dhurimit të gjakut, a përballemi shpesh me mungesa ose mund t'i balansojmë disi? Shif tani, gjaku është gjithmonë i kërkueshëm. Gjaku gjithmonë duhet, çdo ditë ka kërkesa për gjakun. Do të thonë, me avancimin e teknologjisë mjekësore, me avancimin e metodave kirurgjikale, me metodat e transplantimit e organeve, sa më shumë organe transplantohen në kohën e tij, me rritjen fatkeqësisht të smurëve me kancer, dhe me rritjen e aksidenteve rrugore, gjaku është shumë i nevojshëm çdo ditë. Por në shtetin ton, me një organizim të mirëfillt të institucionit ton, nevojat për gjak deri tani përmbushen shumë mirë. Ne organizojmë aksione, përmbushen shumë mirë, nuk kemi asnjë farë lloj mungese deri tani, dhe çfarë është më rëndësishme në shtetin ton, gati 100% është dhurimi i gjakut vullnetar. Ajo është një plus i madh nga ana jon, një përqindje shumë e vogël është familjar vetëm në raste të veçanta, por ndryshe është vullnetar, që është edhe më e sigurt. Shpeshherë edhe më herët e përmendët se ka kohë të saktuar deri kur mund të përdoret gjaku, apo gjaku nuk është i përhershëm dhe shpesh kemi kërkesa edhe të reja nga që njerëzit të dhurojnë gjak, më falni. Për sa kohë mund të ruhet një gjak? Gjaku ruhet varësisht prej aditivit që përdoret gjatë konservimit, gjatë ruajtjes së gjakut. Eritrocitet në përgjithësi ruhen 35 deri në 42 ditë, varësisht prej aditivit. Trombocitet që përmenda ruhen vetëm 5 ditë e ka anafatin kohor, ndërsa plazma është në ngrirje dhe ruhet deri në 1 vit. Prandaj duhen dhurues të rregullt të gjakut. Dhe shpesh përmendem që ka fushata të ndryshme që njerëzit të vetëdizohen apo të sensibilizohen për dhurimin e gjakut. Përse është i rëndësishëm edhe organizimi i fushatave të tilla? Fushatat janë të rëndësishme dhe janë thelbësore, se nëpërmes atyre fushatave, jo vetëm se rritet numri i dhuruesve të gjakut, por bëhet një edukim shëndetësor i popullatës.
Thyhen ato mitet që janë krijuar, pranojnë informacione të reja dhe rreth dhuruesve, do të thënë shumë të rëndësishme. Ata janë si një urë lidhse në mes personit që ka nevojë dhe personit që don të ndihmojë, janë fushatat dhe informimi i popullatës. Dikush nëse nuk mund të dhurojë vetë gjak, mund të kyçet në fushata të tilla për të ndihmuar të tjerët? Po, patjetër, ajo është çdo person që nuk mund të dhurojë vetë ka në mënyrë tjetër për të ndihmuar, mjafton në një bisedë me miq, në një kafe me miq, të jetë ulur dhe të bisedojë rreth rëndësisë së dhurimit të gjakut, atë edhe të sjellë dhurues nga familjarët ose miq të vet që mund të dhurojnë, edhe ajo është një lloj ndihmese, edhe ajo është pjesë bëhesh aktiv në zinxhirin e shpëtimit, edhe në atë mënyrë. Fushatat janë të shumëllojshme, mund të jenë fushata nëpër shkolla, nëpër universitete, 14 qershori është gjithashtu dita botërore e dhuruesve të gjakut, është fushat në institucione publike. Ndoshta atë ditë të gjithë ato që ndoshta duan të dhurojnë gjak të paraqiten nëpër qendra spitalore ku mund të dhurojnë gjak? Po, çdo ditë mundet, çdo ditë pune mund të paraqiten dhe të dhurojnë gjak. Më fton vullneti i mirë. Dhe besoj që mjekët ju për çdo ditë përballeni me histori të ndryshme, personale, të njerëzve që dhurojnë gjak dhe të njerëzve që kanë nevojë për dhurues të gjakut. A ka ndonjë histori që ndoshta ju ka prekur personalisht? Ne që punojmë në shëndetësi çdo ditë shohim nevojën e gjakut dhe çdo ditë shohim jetë të shpëtuara nga komponentet e gjakut. Por nuk do doja që personat që do bëhen dhurues, ka shumë dhurues që janë bërë dhurues të gjakut vetëm pasi u ka ndodhur diçka personalisht në të afërmit e vet ose vetë personalisht, i është dashur ndonjë komponente e gjakut dhe prej atëherë ka parë rëndësi dhe është bërë gjak dhurues. Unë nuk do doja që njerëzit ta mësojnë në atë mënyrë rëndësinë e gjakut. Duhet ta dinë se çdo qesë gjaku e marr ka brenda shpresë për jetë. Domethënë të gjithë ato që ndoshta mendohen ende a të shkoj të dhuroj gjak ose mos të shkoj të dhuroj gjak, çfarë mesazhi do i kishte dhënë të gjithë atyre që mendojnë për herë të parë të dhurojnë gjak? Do i thasha mos e shtyri. Nesër dikush ka nevojë për gjakun tuaj. Mund të jetë një grua që sapo ka lindur, mund të jetë një fëmijë me leukemi akute, mund të jetë një adoleshent në aksident rrugor, mund të bëhen një heroj i heshtur i dikujt. Është një vak shumë i vogël, por me një rëndësi shumë të madhe. Dhe në 14 qershor, që është dita ndërkombëtare e dhurimit të gjakut, çfarë mesazhi do kishte dërguar të gjithë atyre që ndoshta është javën tjetër, por do na ndjeken? Do kisha thënë që dhurimi i gjakut është një formë e lartë e solidaritetit rreth njerëzve. Mund të shpëtoni jetë për vetëm 30 minutin e juaj që të ta ndani prej kohës suaj. Patjetër. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit. Vërtet ndat me ne informacione të cilat më herët ndoshta nuk i kishim dëgjuar apo nuk ishim të informuar shumë mirë për dhurimin e gjakut. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve, kënaqësia është ime. Shikues të nderuar, ne me kaq që përmbyllim emisionin këtu. Faleminderit që qëndruat me ne. Vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Alsat. Bashkë miru pafshim.